Shqipëria kërkon revolucion! Protesta e rrallës e zhvilluar në Shkodër nuk u përqendrua vetëm te thirrjet kundër klasës politike shqiptare. Krahas sloganit Rama në burg, Berisha në burg, protestuesit ngriten edhe një tjetër kauzë, duke shprehur kundërshtimin ndaj mundësisë së hapjes së një konsullate të Serbisë në Shkodër. Po jetojmë një periudhë për mendimin tim të artë, të injzimi kombëtar, të protestave kombëtare, mbarë kombëtare, për ndryshimin e një sistemi si që ka rrejt Shkodrën. Dhe ja, Shkodran të rrinë kafe, se i ka rrejt Enver Hoxha, i ka rrejt Ramizalia, i ka rrejt Sali Berisha. Ashtë tërë për këtë Shkodër, që Shkodra historikisht duke fillu që ishë ka luftat Iliro-Romake, janë ba 3 luftna Iliro-Romake, që ishë me periudhën e Teuc, e përfundimin e Gendit, edhe gjatë dyndjeve slave që s'kanë mujtë me në asimilu, as për 500 vjetë pushtime të Turqis, as për pushtimet e ushtrive të huja që kanë ardhe, kanë hije, kanë dalë si mas qevi, sepse kanë shpizu një vend lodhën e Dropitur. Nuk kanë mujtë me tjetërsu, Shkodra ka me gjithmonë flamuri dhe flamurtari atetaris i kulturës dhe i tradicë. Qëndrimin kundër e shpalosi edhe sekretari i Partisë Komuniste, John Bruçi. Të hapish konsulatin serbe në Shkodër, do thoshe nuk ka Kosovë, Republikë, se s'do me jo Serbi. Vetëm pak minuta pas përfundimit të protestës së zhvilluar para Bashkisë Shkodër, i njëjti shesh ndryshoi krejtësisht atmosferë. Qytetarët u bën pjesë e koncertit muzikor të këngëtarit Mateus Froku në kuadër të eventeve verore që organizon Bashkia Shkodër.